Po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hoxhën nderuar, çfarë ka thënë për natën e Kadrit? Pejgamberi alayhis salam ka thonë shumë çka me fjalë, mirë po më shumë pejgamberi sa na ka fol me jetën e tij praktike për natën e Kadrit. Me vepra. Po. Nëse ndalemi në tekstet e fjalës së pejgamberit alayhis salam, thoshte pejgamberi alayhis salam në 10 e fundit të Ramazanit, thoshte taharru lejletel qadri fi ashril awakhir. Kërkone. Domethënë është imperativ i pejgamberit. Dhe ne e dim dhe duhet ta dim, nëse nuk e dim, se çdo urdhër i Zotit dhe çdo urdhër i pejgamberit alayhis salam nuk është urdhër koti, por është urdhër për të na treguar vlerën dhe rëndësinë e diçkafit. Në këtë kontekst ku thot pejgamberi sa të harru, kërkone, domethënë po na nxit pejgamberi sa, po na urdhëron, sikurse Zoti që thot faleni namazin, besoni Zotin, e njëjta po na thot edhe pejgamberi sa, kërkoni natën e Kadrit. Kur ta kërkojmë natën e Kadrit? Kërkoni natën e Kadrit në 10 e fundit të Ramazanit. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Men qama lejletel qadri imanan wa ihtisaba gufira lehu ma taqaddama min dhanbi." Ai që qohet, ai që zgjohet, ai që përgatitet, kame, fjala kame është për qëllim natën. Ai që përgatitet natën e Kadrit me iman, domethënë kush është ajo që duhet me të nxit për ta kërkuar natën e Kadrit? Është imani në Zotin e Madh. Nuk duhet të jetë qefatësia, nuk duhet të jetë diçka çështje materiale e kësaj dunjaje, por duhet të jetë besimi në Zotin e Madh. Faktikisht dashuria për Zotin e Madh, besimi në Zotin e Madh, premtimi i Zotit të Madh duhet të jetë ai motivi kryesor që ti të përgatitesh për natën e Kadrit. E tha pejgamberi sa, kush zgjohet, kush përgatitet në natën e Kadrit me iman, me shpresë, me bindje, duke kërku llogaritë e Zotit i Madh, duke shpresu, duke prit atë shpërblimin e madh të Zotit i Madh, çka tha pejgamberi sa, gufira lehu ma taqaddama min dhanbi. Do t'i falen gjitha gjunaat. Domethënë do të amnestohesh nga gjitha gjunaat. E kush prej neve jemi të pastër prej gjunaheve? Gjithë jemi gjunahçar, sepse jemi njerëz. Ne nuk ka mundësi të arrijmë atë gradën e melajkeve, se jemi qenje e veçantë, jemi qenje unike që duhet të mbesim në qenjen tonë njerëzore dhe kemi të pamundur, domethënë të mbrim në qenjen e melaçeve, të jemi të pagabueshëm. Mirë po urtësia e madhe e Zotit, urtësia absolute e Zotit, mëshira e madhe e Zotit karshi neve, është se Zoti i Madh na i ka dhënë mundësinë dhe na i ka dhënë hapësirën që ne të jemi qenje që do të gabojmë, mirë po në të njëjtën kohë na jep mundësinë që vazhdimisht na të kërkojmë falje të Zotit, dhe falja më e mirë është në natën e Kadrit, që Zoti i Madh na jep garancë nëpërmjet fjalës së pejgamberit alayhis salam se ai i cili arrin natën e Kadrit me iman, me shpresë, me bindje, Allahu do t'ja pastroj gjitha gjunat. Dhe me pastrimin e gjunaheve është shumë e rëndësishme të potencohet dhe të përmendet dhe ta kemi parasysh pse dëshirojmë që Zoti i Madh na i fal gjunahet. Duhet këtu të ndalim me vetveten, të mos jetë pastrimi i gjunaheve në kontekstin negativ, që të na i fal Zoti gjunahet e përsëri na të vazhdojmë me gjunahet. Jo, ne duhet që t'i lutemi Zotit Allahu të na i fal gjunahet dhe të na jep mundësinë dhe fuqinë që ne të kemi atë mundësi dhe fuqi që ta zvoglojmë guximin për të bërë gjunahe. Se na përsëri do të bëjmë gjunahe. Mirë po me faljen e gjunahit, shtohet një guxim, shtohet një fuqi shpirtërore që ti do të mbledh dhe do të ndalë që të mos a kesh atë fuqi dhe atë guxim që me padurim do ta bësh një gjunat që do të vjen pas gjunahit. E keni vërejt kur agjerojmë, e kemi një fuqi të mbrëmshme, e kemi një ndalesë, ashtu e bëjmë me vullnet, ashtu e bëjmë me dëshirë. Çka themi, jo, nuk e bëj këtë gjuna se unë jam agjerueshëm. Jo se ti nuk guxon me bë gjunaj.
Jo se ti ndoshta edhe nuk turprohesh me bë gjunajin, edhe e ke mundësinë e plot me bë gjunajin, por ajo kënaqësia shpirtërore, ai motivi, domethënë i imanit, domethënë ta jep atë kënaqësi për mos me bë gjuna, më shumë se sa kënaqësinë që kur je duke e bë gjunajin. Domethënë kjo është ajo filozofia pse na kërkojmë te Zoti i Madh që të na pastron prej gjunave, se njeriu kur pastrohet nga gjunave, i jepet mundësia që ai t'i ketë ato ndjenjat e tij njerëzore. Që më së shumti të kënaqet kur ai gjuna dhe s'ban mëkat, sesa të kënaqet kur ai ban gjuna. Edhe kjo është fakt, më thonë se njeriu që është me full gjunahe, ai nuk ngopet asnjëherë prej gjunave. Kurse njeriu i cili vazhdimisht pastrohet nga gjunahet, ai e ka një mundësi që edhe e ka një apetit që të kënaqet më shumë kur s'ban gjunahe, sesa të kënaqet kur ban gjunahe. Shumë e qartë, shumë e qartë.